Bëhet e vështirë edhe për të takuar dikën në gjatësinë tënde, apo jo? Na e qaj pak hallin e vajzave të gjata. Problemi 2 është për burra, është të vështirë. Vështirë? Po, sepse gjithë burra shqiptar, po 90% burra shqiptar është vogël. Ose më vogël nga mua. Do dileti me një më të shkurtër, me një burrë të shkurtër? Po, jo shumë. Jo si femi, më kupton, vetëm pak, ka një experience Po na tregon më para. Ai tha, të lutem, mund të ecën në rrugë edhe unë në pavement, në sidewalk. Në trotuar. Edhe të lutem, mos veshit taka, sepse ai ka insecurity, ka kompleks, po vetëm pak i shkurtër, nuk është problem, po unë jeton në Malta për 10 vjeç më para, edhe burë maltez është shumë e vogël, po nuk e këpto, ka një fetish për vajzër e gjatë, po gjithë, ka shumë kërkes, po, është shumë e vogël, si Hobbit, më kupton? Edhe nuk ka turp, si Labubu, nuk ka turp, edhe do një femër e gjatë, edhe është rapë mua në rruga, të lutem, mi pja numri, ik! Mu hiqi do të Mos kanë qënë dësni për një e tjerë, pra kanë duk të shkurtër. Dhe burë e gjatë nuk ka interes. Pse burë e vogël ka interes për mua, për burë e gjatë nuk ka interes. Të paktën këtu i bondotuar. Ka edhe problem në Shqipëri. Burë e gjatë do vajzë e vogla, edhe burë e vogël do vajzë e gjatë.